Thot i dërguari i Allahut, kush breng në jetën e tij e ka ahiretin, Allahu do të vendos qetësinë dhe pasurinë në zemrën e tij. Dhe dunjaja këtij personit ka për t'i ardhur pas. Dhe nga dunjaja ai do të merr atë çfarë Allahu xhalla xhelalu ka përcaktuar. Dhe për çështjet e dunjas do të merret Allahu xhalla xhelalu dhe do t'ja rregulloj punët atij në formën më të mirë të mundshme. Por kush i përfiton këto mirësi, i dërguari i Zotit thot, kush breng dhe gajle e ka ahiretin. Dhe po që se ne ndalemi, shohim historinë të kaluarën pejgamberëve të Zotit, shohim sahabëve, shokëve të pejgamberit të Zotit. Ata breng dhe gajle kanë pas ahiretin, por se jeta e tyre ka qenë e qetë dhe e lumtur këtë dunjë. Prandaj do të gjejmë nga dietarët të cilët kanë thënë, në qoftë se armiqtë e Zotit do të ishin të informuar për rehatinë dhe lumturinë shpirtërore që e gëzojmë ne muslimanët, do të vinin dhe do të na e merrnin këtë me luftë, me shpata, për shkakun se kur besimtari ja beson çështjet e Zotit dhe kur Zoti ja rregullon çështjet besimtarit, a mund të ketë breng dhe hall mbrëmsinë dhe në zemrën e tij. Dhe krejt çfarë i duhet vëlla njeriu në dunjë është që të mundohet në jetën e tij t'i rregullojë raportet me Zotin e tij. Çfarë ndodh me njerëzit të cilët e kanë breng ahireti e dunjë? Vazhdon dhe thotë i dërguari i Zotit. Në momentin kur njeriu në jetën e tij brengt e tij e bën dunjan, Allahu xhalla xhelaluhu në sytë e tij do të mbjellë varfërinë. E ky njeri gjithë jetën e tij friksuar ka për të jetuar. Dhe gjithë jetën e tij pa kënaqur ka për të qenë. Dhe më interesanti a din çfarë është? Pavarësisht se dunjan e ka bërë breng, ai nuk do të arrijë nga dunjaja të merr më shumë se sa atë që e ka përcaktuar për rrezik Allahu xhalla xhelalu. Prandaj, për njerëzit të cilët i ka mashtruar dunjaja, duhet ta kenë të qartë një gjë. Gjithmonë duke u bazuar në librin e Zotit dhe në hadithet profetike të të dërguarit të Zotit. Do me thënë, është e pamundshme në dunjë një njeri që është i dhënë pas dunjas të shpëtojë nga 3 sprova. S'ka shansa teorike. Gjatë gjithë jetës së tij, këto sprova kanë për ta shoqëruar. E para, njeriu që është i lidhur me dunjan do të jetë i sprovuar që gjithë jetën e tij brengosur ka me jetuar. Brenga nuk ka për t'ju shkëputur për as edhe një çast dhe moment gjatë gjithë jetës së tij. E dyta, njeriu që është i lidhur pas dunjas do të jetë gjatë gjithë kohës i lodhur. Do të ndjejë një lodhje kjo e cilja nuk do t'i shkëputet gjatë gjithë jetës së tij. Dhe e treta, njeriu i cili është i lidhur me këtë dunjë, gjatë gjithë jetës së tij ka për qenë i pikëlluar.